Dua të ndalem pra në momentin kur ju filluat punë. Cili ishte vendi i parë në të cilin shkuat? Në vitin 1979 prill, ne na thiri Mehmet Shehu. Mehmet Shehu ishte kryeministri dhe ministri i Mbrojtjes. Si ishte takimi me Mehmet Shehu? Flasin njerëz që nuk janë aktor, flasin njerëz të cilët kanë ngarkesa ideologjike, personale, por të vërtetë dinë vetëm ata që janë aktor dhe janë të zhveshur nga çdo lloj influence dhe me gjitha kanë ndellë të Shqipërinë. Mehmet Shehu ka qenë gjigant. Deri luftat politike të. Mehmet Shehu ka qenë kuadri më i aftë që ka pasur shteti shqiptar ato kohra, i cili drejtoi zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e dheut në mënyrë të shkëlqyer. Ishte më i arsimuari nga të tjerët, dhe ishte tepër burror dhe i prerë. Dhe fillimisht u shonte pijet duke dhuruar tavolinë dhe pastaj e ofrua me të, mbas një kohë caktuar filloi ta dete, por pa miratimin e qendrës që ta bësh agjende s'bën dot si hap. Nuk bën dot asnjë gjë. Dhe dërgoi nga Italia me radiogram, me shifër, Tembe Sekos, ishte drejtori i zbulimit, dhe e thirrën në Rinas. Në Rinas ka qenë një dhomë ku priteshin, dhe Tembe Sekua, drejtori i zbulimit, andor sheti shefit e egzagjeraturës i thanë: "Pse ke zgjedh pikërisht të femrën se është më e bukura?" Janë arshiv këto. E kam dhe libro. Thot, e kam zgjedhur se me bukurinë e saj, kjo zonjë ka nivele shumë të larta dhe nga kjo do thithë informacion dua unë, e miratuar. Dhe ai mori nga jo nga Venecia në Mesina, komplet anijet ushtarake të gjithë bazave, të gjithë mjeteve të bregdetare, kufitare, dhe më vonë mori planet e servitive të mëdha do bënte Amerika në mesdhe. Dhe kur vini informacion këtu, i merrte KGB-ja, flotë gjashtë amerikane, dhe i vërhoqja vullshërimin. Ky zbulusi 007, që pra që të liberul. Dhe poshtë asaj, unë kam menosat femër yll, mi tavolinë, femër modë, këftë në dhe kur ai briti në vitin e 5 kërkoi kthimin urgjent në Shqipëri, se pa që po ndikje nga kundër zbulimi. U kthyen në Shqipëri? Këta evoluan, do shërë Beograd të arrestuan. E arrestuan, dha pasaportë diplomatike, kononet ndërkombëtare, po su ka flagrancë, u kthye në Shqipëri, u përjashtua nga zbulimi, nga ushtria hodhë rrugë. Shadrame. Dhe kur arrestuat Tembe Sekua, në gjyqi që bëhet, Aranit Qelebër masi i dhanë pjesën e parë si agent i Greqive fare, pyetja e dytë: pse doje zbulusin 007 e Hoxhës? Çfarë i tha? Dhe ai tha: ne menduam e gjykuam me ministrin e Mehmet Fabasheri që ashtu si që ka rekrutuar ky atë femrën, e ka rekrutuar dhe ajo atë, dhe pyetja tjetër. E ka rekrutuar për dashuri burrore apo si agent ushtarak? Nuk e di, e thaj. E shtuan në akuzë në përshkatim. Akuzë e dytë. Dhe kthyen atë prapa se pedagog, po pastaj u largua. Pësoj Koçokallshua, prapa arrestimin, pa ju prisi hero. Pra një luftë shumë e madhe. Po ju, gjatë ushtrimit të detyrës, mes adrenalinës, përgjegjësisë, ndjenit edhe frikë? Unë nuk kam patur kur as atëherë sot frikë. Edhe sot kam guximin që ata që kanë nërë karrikët shtetërore politike që nuk ishin bejra dheun, duke dhe në fakte them janë tradhtarë. Sepse sistemi i kaluar nuk me partitur, jo vetëm në Shqipëri, unë kam qenë në Bullgari, në Rumani, në Jugosllavi, në Çeki, kishte një përgatitje psikologjike të jashtëzakonshme dhe profesionale që mbi atë dheun, mbi vendin nuk ka asgjë më shtrejt. Kupton apo jo? Sigurisht. Po ama ishte një përgatitje aq e madhe psikologjike, sa nuk i tropesh asgjë tjetër pra këtë interesi. Kjo na bënte të ekzistonte partia për Shqipërisë, nuk merreshin fare me partinë neve. Fare. Edhe kur merret pjesë me partia ishte formale. Detyra jonë ishte vetëm çfarë bëri Greku këtu, çfarë bëri Jugosllavi këtu, çfarë bëri këta komplet. Nga na vinte në rreziku më i madh?
Rreziku më i madh, siç e dini juve, që shpërtheu 40 vëndën, ishte Greqia. Por, jo më pak që Jugoslavia problemin e ndezjes Kosovës. Në atë libri që ai akademiku thot, në atë mënyrë thot fjalë pak më fare, pasqyrohet që Shqipëria Kosovën nuk ka braktis asnjë minutë. S'është e vërtet, çfarë thonë anti-shqiptarët, sepse me dokumento kanë dhënë materialet dhe më të madhe në dhash operacioni shpërthimit fillos nga Hoxha.